pyeta Zotin pse ndodhin gjëra të këqija tek njerëzit e mirë. Dhe Zoti më përgjigj: edhe pemet më të forta përballen me erat më të ashpër. Çdo sfidë ka një qëllim për të forcuar. E pyeta përsëri: po pse ndjem kaq vetëm? Dhe Zoti tha: vetëm sepse nuk e shet diellin natin, nuk do të thotë se ai nuk është aty. Unë jam gjithmonë me ty edhe në heshtje. Me zemër të rënduar pyeta: a do të përmirësohen ndonjëherë gjërat? Dhe Zoti më përgjigj: po, por në kohën time, jo në tënden. Më beso, stuhia do të kalojë dhe dielli do të ndriçojë përsëri. Hezitova para se ta pyesja: por nëse nuk jam mjaftueshëm i fortë? Dhe Zoti tha: kur je i dobët, unë jam forca jote. Nuk ke pse të përballosh këtë vetëm. Lotët më mbushin syt ndërsa përshpërita: a më do ende edhe kur dështoj? Dhe Zoti tha butësisht: dashuria për ty nuk ka ndryshuar kurrë dhe nuk do të ndryshojë. Asgjë që bën nuk mund ta largojë dashurinë time. Më në fund pyeta: a je me të vërtet këtu me mua? Dhe Zoti më siguroi: nuk të kam lënë kurrë, biri im, dhe as nuk do të lë. Nëse ky mesazh preku zemrën tënde, ndaje me njerëzit e tu të dashur dhe me miqt. Tregoj se Zoti gjithmonë dëgjon. Edhe nëse beson në dashurinë e tij, shkruaj falënderit Zot.